Këtë javë, Shqipëria u zgjodh me votë unanime në krye të Forest Europe, Europa e pyjeve, për mandatin 2026-2030, duke marrë stafetën nga Suedia. Bëhet fjalë për platformën më të rëndësishme pan-europiane, ku janë Bashkimi Evropian dhe 45 vende europiane, që adreson pikërisht fushën e pyjeve dhe të menaxhimit qëndrueshëm të burimeve natyrore, duke i referuar pikërisht pyjeve. Ky është një vendim që ka një domethënie. Dhe domethënia mahamendja është e kuptueshme për gjithë, nëse i bëjmë pyetjen vetes, a mundet vallë të mendohet se Shqipëria mund të zgjidhej në krye të organizate kaq të rëndësishme 10 vjet më parë. 10 vjet më parë kur në zonat tona të mbrojtura kërciste gjuetia e palishme dhe flamengot jo vetëm që vriteshin, por dhe haheshin. 10 vjet më parë kur pyjet priteshin dhe kamionët me dru pyesh vinin vargan lart e poshtë nga veriu në jug, 10 vjet më parë kur as nuk bëhej fjalë për zonat mbrojtura, se zonat e mbrojtura që ishin tokë pa zot, ndërkohë që shumë çka që duhej vënë mbrojtje vetëm bëhej pre e babzis. Sa hidrocentrale do të ishin ndërtuar në Vjos, nëse 10 vjet më parë ne nuk do t'i kishin thënë stop gjithë marrëzisë Shqipërisë, mini superfuqi energjetike e rajonit. Çfarë do kishte ndodhur sikur në këto 10 vjet ne mos ta kishim zgjeruar hartën e zonave të mbrojtura në 25% thuajse të gjithë territorit të Shqipërisë, e të tjera. Pra, fakti që nuk e imagjinojmë dot që Shqipëria do të ishte zgjedhur në krye të këtij forumi dhe merrte stafetën nga Suedia dhe mbi të gjitha që Shqipërinë do e mbështesnin fuqishëm dy vende, të cilat kanë një reputacion absolut për sa i përket mënyrës se si mbrojnë dhe administrojnë pyjet Republika Federale e Gjermanisë dhe Mbretëria e Bashkuar. Pra, fakti që besoj nuk e imagjinojmë dot të gjithë së bashku, pavarësisht dallimeve që mund të kemi në të gjitha aspektet e tjera. Që nuk imagjinojmë dot se Shqipëria do të merrte kryesimin e Forest Europe 10 vjet më parë, por e merr sot, duke marrë stafetën nga Suedia, me bekimin e të gjitha vendeve, me një mbështetje shumë të zëshme në procesin e shqyrtimit të kandidaturave nga Republika Federale e Gjermanisë dhe Mbretëria e Bashkuar, duhet të na thot diçka edhe për të sotmen. Duhet na thot diçka edhe për si në të sotmen qeverisin dhe udhëheqin ata cilët e kanë bërë këtë transformim. Dhe fakti që këtë javë Shqipëria ka marrë dhe një tjetër lajm të mirë, përfshirjen e liçenit të Shkodrës në biosferën e UNESCO-s. Një tjetër shembull domethënës që në Shqipëri nuk qeveris një forcë që shkatron, qeveris një forcë që ndërton. Nuk qeveris një forcë që abuzon me mjedisin edhe me trashëgimin natyrore apo kulturore, po qeveris një forcë që në të kundërt kërkon që të harmonizojë të dyja bashkë, sepse të mendosh që zgjidhja është ose të konservosh ose të ndërtosh, do të thotë mos kish kuptuar asgjë nga të gjitha zhvillimet e dekadave të fundit dhe mbi të gjitha të mos kish kuptuar asgjë nga domosdoshmëria që njerëzit të rrisin mirëqenien e tyre
duke vënë në funksion të rritjes mirëqenies edhe burimet natyrore, por nga ana tjetër që burimet natyrore të mund të jenë aty për njerëzit, duhet të jenë nën kujdesin, nën përkujdesjen, nën syt e njerëzve për t'i ruajtur, për t'i mirëmbajtur, për t'i ushqyer dhe për t'i bërë ende më të vlefshme, qoftë në ato çka ato paraqesin, qoftë në atë për çka ato